If I could, just one final comment, and this is regarding the WikiLeaks controversy. Gjithashtu nëse më lejoni dua të bëj një koment të fundit dhe kjo ka lidhje me çështjen e debatueshme të WikiLeaksit. Dhe ju e dini qëndrimin ton zyrtar që ne nuk komentojmë lidhur me gjërat që kanë dalë nga WikiLeaksi. Dhe të gjitha këto çështje të cilat kanë dalë janë çështje si për shembull çështje të debatueshme dhe në Shtetet Bashkuara ato janë të ndëshkueshme me ligj sepse janë çështje të tilla si botimi i pa autorizuar i dokumentave ose çështje të supozueshme. Por janë votuar shumë gjëra dhe njerëzit do të formojnë mendimet e tyre lidhur me ato që janë raportuar. Nga këndvështrimi im, njerëzit duhet të formojnë mendimin e tyre, opinionin e tyre dhe nuk kanë ndonjë problem me këtë. There is one thing that I've seen in the reporting here in Albania in the past couple days that makes me feel very uncomfortable and very uneasy, however. Por ka diçka që un kam parë që është raportuar veçanërisht gjatë 2 ditëve të fundit në Shqipëri dhe që më ka bërë të mos ndihem mirë. Dhe kjo ka lidhje me disa përshkrime, komente, të cilat i kanë emërtuar njerëzit si spiun ose si informator. Për ata njerëz që flasin në këtë formë, që mendojnë në këtë mënyrë dhe që veprojnë në këtë mënyrë. I have to say I'm very disappointed. Më duhet të them që jam shumë i zgënjur. Because I thought the days of the sigurimi were behind us. Sepse kisha menduar që ditët e sigurimit ishin prapa nesh. Por nuk shqetësohem sepse ndonse njerëzit do të sillen ose do të vepronin sikurse njerëzit dikur do të silleshin në periudhën e sigurimit. Këta janë njerëz që e kanë kthyer kokën pas, janë njerëz që po shikojnë prapa në histori. Ta nuk do të jenë persona të cilët kanë për ta shtyrë përpara, kanë për ta drejtuar këtë vend. Dhe nëse kam vërtet besim të plot për diçka gjatë periudhës time këtu, është që të gjithë njerëzit në këtë vend duan që ky vend të eci përpara. Shtetet e Bashkuara do të jenë aty për të mbështetur popullin tuaj.